gjykatallët do të vendosnin sipas asaj që ka kërkuar kryeministri. Nëse ndodh që gjykata kushtetuese vendos ndryshe dhe jep të drejtë Veliajt, çfarë ndodh me procesin e zgjedhjeve? Në rast se gjykata kushtetuese merr një vendim pezullimi, që në pikpamjen time duhet të ishte ana më normale dhe ligjore në lidhje me mënyrën e një procesi të rregullt ligjor, qoftë në Këshillin Bashkiak, qoftë në thirrjen e zotit Veliaj përpara këtij Këshilli Bashkiak, por edhe një procedurë që pas gjykatës kushtetuese unë jam i bindur që të shkoj në gjykatën e Strasburgut dhe gjykata e Strasburgut nuk të lejon në lidhje me një procedurë për proces të parregullt. Pra, edhe nëse e kalon gjykata kushtetuese, thoni ju, ndjes që po jo ndërpres, për ta qartësuar për publikun, edhe nëse e shkon në të njëjtën vijë gjykata kushtetuese, Strasburgu nuk ta lejon sepse përplasja ligjore është e qartë. Po, përplasja ligjore është qartë. Në rast se gjykata kushtetuese në mënyrë të menjëhershme do marrë një vendim pezullimi, jeni sigurt që gjithë institucionet do të stopojnë. Dhe kjo varet edhe gjithmonë edhe nga qëndrimi që kryeministri, sepse deri në momentin aktual ne kemi parë që kryeministri nuk pyet as për kushtetutën, as për vendimet e gjykatës kushtetuese dhe në shumicën e rasteve ka vendosur në mënyrë flagrante në lidhje me vendimarrjet e tij. Po, dhe ky është skenari i tretë në fakt. Pra, praktikisht janë tre skenare. Gjykata kushtetuese vendos sipas kërkesës së kryeministrit dhe gjithçka shkon në zgjedhje. Caktohet data e zgjedhjeve. Strasburgu është Gjykata kushtetuese pezullon dhe automatikisht shtyhen zgjedhjet. Dhe varianti tjetër është që gjykata kushtetuese ta konsiderojë vendimarrjen e Këshillit Bashkiak dhe të kryeministit antikushtetuese dhe të fillojë procedura. Por Rama të shkojë. Atëherë kemi 4 nëse shkohet deri te Strasburgu. Tani për ta konsumuar në këtë Strasburgut, nëse shkohet deri te Strasburgu do duhet një kohë më e gjatë apo jo? Deri atëherë mund të ndodh procesi zgjedhor? Pra, për të kuptuar. Jo, në mënyrë më absolute. Në rast se gjykata e kushtetuese vendos pezullimin dhe e konsideron antikushtetuese vendimarrjen e Këshillit Bashkiak dhe të kryeministrit, padyshim që nuk mund të ketë. Jo, nuk e kam aty, se mos ta ndërlikojmë. E kam, nëse gjykata kushtetuese vepron sipas kërkesës së bërë nga